Kësaj here tingëllon të nëzani ka si prezent. Ajo grua tje në altë dalë, qëshët, një plak me dyshim gjallë. Janë zgjedhur pjesë nga përmbledhja e novelës së Ernest Koliçit, Kumbulla për Tejmurit, për t'u interpretuar nga aktorët e teatrit Ilirikum pranë Kuvendit Franceskan të Gjuhadolit Shkodër. Kjo pjesë, e cila zgjati rreth një orë, tërhoqi dukshëm vëmendjen e ardashësve të shumtë. Regjizori Zef Ndoja thotë se vepra e shkrimtarit të mirënjohur Ernest Koliçi i reziston mrekullisht kohës, pavarësisht viteve dhe dekadave që kanë kaluar që kur është shkruar. Ajo jo vetëm i reziston kohës, po ka me i rezistu ton jetën, sepse nuk ka shkru për gjana zakonshme, pavarësisht se mund duken në shikin parë si limonat, në krijimtarinë e tij ai e krahason Shkodrën me kopshtin e Edenit. Pra, çdo krijimtari i tij, edhe në poezina, që di disa, ai përveç mallit, përveç bukurisë të qytetit, ai e nalson Shkodrën në ato nivele që s'ka me dekur. Aleksandra Mazi dhe Klevisa Leshi ishin aktorët e reja që u bashkuan Ndojës në këtë interpretim. Ai thotë se të dyja vajzat së bashku me Arjan Dain në pianoforte bëjnë një punë shumë të mirë. Nëse flasin për vështirësi, ato kishin të bënin sidomos për kuptimin e disa fjalëve që sot nuk përdoren më. Disa fjalë fatkeqësisht nuk i din. Nuk i din, mërtis, dëgërmi janë disa fjalë cilat fatkeqësisht kanë ikë prej përdorimit përditshëm. Duhet pra jam më dasht, ose ajo shtroj, ajo minder, pra kam më dasht me ja shpjegu, por këto janë vajzat e gjushme dhe keni parasysh janë të dyja 16 vjeçe. Teatri Ilirikum pranë Kuvendit Franceskan të Gjuhadolit Shkodër ka hartuar një program të veçantë për aktivitetet kulturore artistike, ku një vend të konsiderueshëm zën edhe veprimtaritë kushtuar krijimtarisë së shkrimtarëve që kanë dhënë kontribute të spikatura në letërsinë shqipe.